Pas rreshjeve me intensitet të shiut që sollën problematika, Bashkia e Marrës është angazhuar maksimalisht në kthimin e situatës në normalitet. Kryebashkiaku Vangel Tavo në një koment në rrjetet sociale shprehet: "Po punohet për rikthimin e situatës në normalitet. Strukturat e bashkisë janë në terren dhe në krye të detyrës për të eliminuar pasojat e vërshimit të ujrave në qytetin e Imarës dhe në zonat e tjera. Ndërprerja e rreshjeve ka ulur intensitetin e prurjeve, por dalja nga shtrati e projit ka sjellë depozitime balte dhe materialesh inerte, të cilat kanë krijuar problematika në rrugë dhe në mjediset të tjera publike. Po vjon puna për normalizimin e plotë të situatës. Bashkia e Marrës apelon qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme, veçanërisht me automjete, dhe aty ku është e mundur, të bashkëpunojnë për largimin e degëve dhe mbetjeve të pembe të transportuara nga ujrat, përfundon reagimin e tij kryetari i Bashkisë së Marrës Vangel Tavo. Ndërkaq me erët nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale, Bashkia e Marrës u bën thirrje qytetarëve dhe banorëve të Imarës dhe fshatrave të saj, duke informuar për situatën. Sipas njoftimit zyrtar, prej mëngjesit të kësaj të premteje, rajoni i Jon është përfshirë nga një val rreshjesh me intensitet shumë të lartë, duke shkaktuar vërshime të prenjve, të cilat kanë dalë nga shtrati duke përmbytur rrugë dhe mjediset të tjera. Bashkia e Marrës ju bën thirrje të shmangni çdo lëvizje që nuk është e domosdoshme, qoftë me automjete dhe me këmbë. Qëndrojnë në mjedise të sigurta, derisa kushtet e motit të përmirësohen. Bashkia dhe çdo punëtor dhe mjet i saj janë në krye të detyrës për të ndikuar në zbutjen e pasojave të motit dhe parandalimin e dëmeve në pronën publike dhe private, thuhet ndër të tjera në njoftimin e Bashkisë së Imarës. Ndërkohë, rreshtet e dendura të shiut shkaktuan përmbytje edhe në Qeparo. Vërshimi i ujit në Qeparo shkaktoi përmbytje në rrugë, toka dhe banesa, ndërsa pamjet që po ndiqni përkasin lagjes Valta. Intensiteti i lartë i rreshjeve në një kohë shumë të shkurtër e bëri të pamenaxhueshme gjendjen dhe përballimin e ujit nga infrastruktura kulluese. Sipas Bashkisë së Imarës, të gjitha strukturat e saj janë në krye të detyrës për të punuar në normalizimin e gjendjes, riparuar dhe zhbllokuar kanalet e bllokuara nga dheu dhe materialet inerte që kanë sjellë vërshimin e prenjve.